Ebu Talha el Ensari, Zeid ibn Sehl. Nuk kemi njohur ndonjë meher më të çmuar se sa mehrin e Ebu Talhas për Sulejmen. Mehri i tij për të ishte pranimi i fesë islame, gratë e Medinës. Zeid ibn Sehl en-Nejjari, i njohur me pseudonimin Ebu Talha, mësoi që Rumejsa bintu Milhan nga fisi Nejjar, i njohur me pseudonimin Sulejm, kishte mbetur e ve. Pasi kishte vdekur burri dhe me të dëgjuar këtë lajm zemra e tij u bë shendever. Nuk është çudi përse Ebu Talha e ndjente veten shpirtërisht ashtu, nga se Sulejmja ishte një zonjë me moral të lartë, mendje mprehtë dhe me cilësi të larta. Ai vendosi shpejt që të fejohet me te, para se ta bëj këtë ndonjëri prej atyre të cilët e lakmonin. Ebu Talha ishte i bindur se Sulejmja nuk do të pranonte asnjërin prej burrave që do ta kërkojnë përveç tij. Ai ishte një burr i pjekur, gëzonte respekt të madh dhe kishte pasuri të mëdha, për të cilat njerëzit ja kishin lakmi. Përveç kësaj, ai ishte kalorës i njohur i fisit të tij, Banu Nejjar, dhe njëri prej shigjetarëve të saktë dhe të rrallë të Jethribit. Ebu Talha shkoi te shtëpia e Sulejmes. Ndërsa ai po shkonte rrugës së tij, i kujtua se si Sulejme ja kishte dëgjuar për fjalën e thirrësit Mekas, Musab ibn Umairit, lidhur me pejgamberllëkun e Muhamedit a.s. Ajo kishte besuar Muhamedin dhe kishte përqafuar fenë e tij, por sa kaq, than vetvete, a thua, si do t'ja bëj kësaj pune me të? A nuk ishte burri i saj ai që kishte vdekur, i lidhur me fenë e gjyshërve të tij, kundërshtari Muhamedit dhe i thirrjes së tij? Ebu Talha arriti te shtëpia e Sulejmes. Kërkoi leje nga ajo që të hynte brenda dhe ajo e lejoi. Në praninë e djalit të saj, Enesit, ai i propozoi që të martohet me të. Ajo i tha: "Në të vërtetë, njeriu si ti nuk refuzohet, po Ebu Talha, por unë nuk do të martohem me ty sepse ti je jo besimtar." Ebu Talha mendoi që Sulejmja me këtë qëndrim po vë kusht për ta refuzuar dhe se, sipas mendimit të tij, ajo ka zgjedhur një njeri tjetër më të pasur nga ndonjë fis më i famshëm. Atëherë ju drejtua asaj: "Për Zotin, ky nuk është shkaku që të më refuzosh, o Sulejme, e cili mund të jetë ai?" pyeti ajo. "I verdhi dhe i bardhi, ari dhe argjendi", i tha ai. "Ari dhe argjendi?" pyeti ajo e befasuar. "Po", tha Ebu Talha. "Megjithatë unë dëshmoj para teje, o Ebu Talha, dëshmoj para Zotit dhe pejgamberit të tij se, po qese pranon fenë islame, do të pranoj për burrin tim pa ar dhe pa argjend, kurse pranimi i fesë islame nga ana jote le të jetë mehri yt për mua." Pasi dëgjoi fjalët e Sulejmes, Ebu Talhës i shkoi mendja te puti, idhulli i tij, të cilin e kishte punuar prej drunjve të çmuar, të cilin e njihte për Zot vetin, ashtu siç bënin pjesëtarët e fisit të tij. Por Sulejmja kishte vendosur t'i binte hekurit sa ishte ende i nxehtë. Vendosi që të mos e humbë rastin dhe vazhdoi t'i thotë: "A nuk e di ti, o Ebu Talha, se Zoti yt, të cilin e adhuron përveç Allahut, ka mbir nga toka?" "E di, gjithsesi", ju përgjigj ai. "A nuk ndjehesh i turpëruar kur adhuron trupin e një druri, një pjesë të cilit të është dhënë për Zot, kurse pjesën tjetër të atij trupi e kanë përdorur të tjerët për lëndjekse, për të ngrohur me zjarrin e tij apo për të pjekur me të bukën?" e pyeti ajo. "Në të vërtetë, nëse pranon fenë islame, o Ebu Talha, unë do t'jem e kënaqur, do të pranoj për bashkëshortin tim dhe nuk dëshiroj meher përveç islamit."
Kush më mëson se si pranohet feja islame? Pyeti ai. Unë, u përgjigj ajo. Si? Pyeti ai. Umu Sulejmja i tha. Thuaj të vërtetën, pastaj dëshmo se nuk ka zot tjetër përveç Allahut, dhe se Muhamedi është i dërguar i Allahut. Prandaj shko në shtëpinë tënde, shkatroje putin tënd dhe përdhose atë. Ebu Talhës ju shfaq në fytyrë gëzimi dhe hareja dhe tha, dëshmoj se s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe dëshmoj se Muhamedi është i dërguar i tij. Pastaj ai u martua me Umu Sulejmen. Atëherë muslimanët thonin, nuk kemi dëgjuar asnjëherë për një mehr më të çmuar se sa mehrin e Umu Sulejmës. Ajo e bëri mehr të vetin fen islam. Që nga ajo ditë, Ebu Talha hyri në flamurin islam. Ju bashkua radhëve të tyre dhe me tërë fuqinë e tij u vu në shërbim të fesë islame. Ai ishte njëri nga 70 vetat, të cilët zgjodhen dhe i dhanë besën pejgamberit alayhis salam në Akabe, kur me të ishte edhe bashkëshortja e tij, Umu Sulejmja. Ishte njëri nga 12 prorët të cilët atë natë pejgamberi alayhis salam i kishte emëruar për udhëheqje të muslimanëve në Yathrib. Ishte pjesëmarrës i të gjitha betejave që zhvilloi Muhamedi alayhis salam, ku dëshmoi shkatësi të rrallë dhe të lartë. Por njëra nga ditët më madhështore për Ebu Talhan ishte dita e betejës së Uhudit. Ja se çfarë ndodhi atë ditë. Ebu Talha e ka dashur pejgamberin alayhis salam me një dashuri të sinqertë, e cila shtoi edhe ja përshkonte trupin e tij, sikur gjaku në të gjitha enët, prandaj nuk ngopej, duke shikuar dhe me padurim priste rastin për të parë dhe dëgjuar fjalët e tij të ëmbla. Kur ngelte vetëm me të, ulej para gjunjëve të tij dhe i thoshte, shpirti im është flijues për shpirtin tënd dhe fytyra ime është në mbrojtjen e fytyrës tënde. Ditën kur u zhvillua beteja e Uhudit, muslimanët u larguan nga Muhamedi alayhis salam, lëvizjet e të cilit vreshin prej së largu. Atëre politeistët filluan t'i afrohen atij nga çdo anë. Ata ja thyen dhëmbin, ja çan ballin, ja lënduan buzën dhe gjaku i rrithë fytyrës. Ai ishte në gjendje aq të keqe saqë ndjella qinjt menduan se Muhamedi alayhis salam është vrarë, e muslimanët vazhdimisht dobësoheshin dhe mposhteshin para armikut të Allahut. Në ato çaste, vetëm një grup i vogël u përqendrua në mbrojtjen e Muhamedit alayhis salam, në krye të cilëve ishte Ebu Talha. Ebu Talha vuri trupin e tij në mbrojtje të pejgamberit alayhis salam, si të ishte mburoj. Ai ngrehu harkun e tij të pamposhtur dhe vendosi shigjetat e tij, të cilët nuk i huqnin caqet, dhe filloi ta mbrojë pejgamberin e Zotit, duke qelluar politeistët njëri pas tjetrit. Pejgamberi zgjatej prapa Ebu Talhas që të shihte cakun e shigjetave të tij, por Ebu Talha ja tërhiqte vërejtjen nga frika se pejgamberi alayhis salam do t'i ekspozojë rrezikut dhe i thoshte, ti je sikurse prindrit e mi, më je i dashur, mos u zgjat, se mund të të vrasin ose të të qellojnë. Fyti im dhe gjoksi im flijohen për fytin dhe gjoksin tënd, për ty flijohem. Njëri nga radhët e muslimanëve po kalonte pranë pejgamberit alayhis salam duke ikur, e me vete kishte shportën e shigjetave. Pejgamberi alayhis salam e thiri dhe i tha, idhi shigjetat e tua para Ebu Talhas, e mos ik me gjithato. Ebu Talha mbronte pejgamberin alayhis salam, gjersa ju thyen 3 harqe, kurse nga radhët e politeistëve vrau aq luftëtar sa ka dashur Allahu. Pastaj përfundoi beteja dhe Allahu e shpëtoi pejgamberin e tij dhe e mbrojti atë me mbrojtjen e tij të pathyeshme. Siç ishte Ebu Talha bujar me shpirtin e tij në rrugën e Allahut në momentet më të vështira, ai ishte bujar gjithashtu me pasurinë e tij në qëndrimet e duhura për të shpenzuar. Nga bujaria e tij veçojmë kur ai kishte një kopsht urmash dhe rushi në Yathrib, ku nuk njihej ndonjë kopsht me më shumë pemë, as me fruta më të këndshme e as me ujë më të ëmbël.
Gjersa Ebu Talha fale në freskinë e hijeve, ati atëroqi vrejtën një cicëri me një shpendi me ngjyrë të gjelbër, sjep të kuq dhe këmbë ngjyra. Ai shpend filloi të këndojë mbi degët e drejta të pemëve, duke cicëruar me një melodi ngacmuese. Atëherë mahniti pamja e tij e bukur dhe ai u krep në mendime. Zvonoi dhe erdhi në vete, andaj nuk i kujtoi sa rekate kish falur. 2, 3, ai nuk e dinte. Pasi përfundoi namazin, shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe i dha lajmin e keq për veten e tij se vëmendjen e tij nga namazi ja largoi kopshti, pemët e tij me hije të gjata dhe shpendi cicërues i atij kopshti. Pastaj tha: "Dëshmo i dërguar i Allahut që unë e lë këtë kopsht sadaka në emër të Allahut të lartë madhëruar. Ndaj përdore dhe shërbeu me të aty ku Allahu dhe pejgamberi i tij dëshirojnë." Ebu Talha jetoi duke agjëruar dhe duke luftuar në rrugën e Allahut. Të tillë edhe e zuri vdekja. Dëshmitarët e kohës së tij kanë thënë se pas vdekjes së Resulullahut, ai kishte agjëruar rreth 30 vjet, pa ndërprerë agjërimin asnjë ditë, përveç se në ditët e bajrameve, kur agjërimi ishte i ndaluar. Ati i zgjati jeta gjersa u bë plak i shtyrë në moshë. Megjithë që pleqëria e tij nuk e pengoi që ta vazhdoi luftën në rrugën e Allahut, për të ecur nëpër rrugët mbi sipërfaqen e tokës për të lartësuar fjalën e Allahut dhe për ta nderuar dhe madhështuar fenë e tij. Njëra nga luftrat në të cilat mori pjesë ky trim i paepur ishte edhe betejë të cilën muslimanët vendosen ta zhvillonin në det në kohën e halifatit të Uthman ibn Affanit. Kur Ebu Talha filloi të përgatitet për të dalë me ushtrinë e muslimanëve, të bijtë e tij u drejtuan: "Të mëshiroft Zoti, o ati ynë, tashmë je plakur dhe ke luftuar krahas të dërguarit të Allahut, alayhis salam, dhe krahas Ebu Bekrit dhe Omerit, prandaj a nuk ke nevojë për qetësi dhe rahati që të na lësh luftojmë edhe për ty?" Ai u tha bijve të vet: "Allahu i lartë madhërisëm thot: merrni pjesë në luftë në rrugën e Allahut, let ju vi e lehtë ose e rëndë." Ja pra, ai na tejkaloi të gjithëve me pjesëmarrje në luftë në rrugën e Allahut, pleqve dhe të rinjve, dhe na tregoi se pjesëmarrja në luftë për të quar përpara kauzën e fesë islame, për të jetësuar fjalën e Allahut, nuk është e lidhur domosdoshmërisht me moshën e individit. Ai asesi nuk hoqi dorë nga këmbgulja e tij për të marrë pjesë në luftë, ndërsa që plaku tejet i mëshuar Ebu Talha ishte në anije me ushtrinë e muslimanëve në mes të detit, u sëmu rënd, pasojës cilës që vdekje. Muslimanët filluan të kërkojnë një ujdes me qëllim që ta varrosin në të, por nuk gjetën derisa kaluan 7 ditë dhe Ebu Talha ende në mesin e tyre i mbështjell me qefin, pa ndryshuar asgjë në të, sikur të ishte i fjetur. Kjo ndodhi në hapësirën dhe gjersinë e detit. Ebu Talha u varros, larg nga familja e gjerë dhe atë dheu, larg nga familja e ngushtë dhe vendbanimi, por përkundër të gjitha këtyre, ai ishte edhe më fatlum, sepse kaloi në fëqinjësi të Allahut të lartë madhëruar.